përshëndetje, na përshkruaj pak çfarë po mbrëm. Përshëndetje Edita për ju në studio dhe për gjithë djegësit e Radio Tukagjinit. Po, si që përmend edhe ti, pra në Mitrovicë është një rast i rënd ku 5 fëmijë po janë në përkujdesin e gjyshërve të shtyllë në moshë. Siç u pa, domethënë edhe në pamjet, ata arritën në mungesë të kushteve elementare, në kushte të mjerueshme. 5 fëmijët i kanë prindrit e divorcuar. Njëri prindi tyre qëndron në një fshat të Mitrovicës e gjatë javës fëmijët dërgohen nga gjyshi tek prindi i tyre për të vjuar mësime të një shkolle atje. Kur ne e pyetëm pse po dërgohen fëmijët në një shkollë aq larg në një fshat, duke qenë se shkolla në lagjen e tyre është vetëm 5 minuta larg, ai tha se pavarësisht mundit që po e bën nuk po arrin me u kujdes mjaftueshëm, pasi që fëmijët janë të vegjël dhe nuk arrin pra me pas tërkohen në përkujdesje. Fëmiu më i madh është 10 vjeç, ndërsa vajza, e cila është më e vogël, është 4 vjeçe. Gjyshi i tyre tha se të ardhurat që marrin janë pensioni moshës së tij, sociali që marrin, mbështetja domethënë financiare edhe mbështetja me anë të shtëpisave. Majlinda, veç pak, gjendja e gjyshërve si është? Unë dje që i takova gjyshit e tyre, ata komunikonin mirë, qartë, dukeshin me konë kështu në rregull, domethënë nuk është se mujta me vetë. Jo, të fort fizikisht për kujdesin e nipave mbesave. Drediko, gjyshi ishte 70 vjeç, ndërsa gjyshja 64 vjeçe. Gjyshi i tyre tregoi që po i dërgon fëmijët në një fshat me qëndru me babain e tyre, sepse pra nuk po arrin mu përkujdes për ta. Tha se fëmijët dalin në rrugë, rrezikojnë me u godit nga vetura, shkojnë te liçeni, teksa tha se edhe pse i ka Majlinda,